Feja është komplet sistemi i jetës që i rregullon shumë çështje, sidomos flas nga aspekti si psikologe që janë, shumë dikon që pas klientat e mi që janë të më fetar, të ata më shpejt e gjenë shërimin. Mirë po, është problemi që edhe ju deri diku e cekët, se unë e mora dëshënime, si islami, si feja krishtere, si një ideologji, apo një lëvizje, LGBT, apo diçka tjetër. Të gjitha këto nuk janë probleme në veti, sepse i kanë normat. Edhe LGBT-a i ka normat, edhe feja islame normat, krishtere. Mirë po, kur abuzojmë na me atë mision, abuzojmë besa edhe me fen, që thatë ju ka raste që me katkute, me ato mësimet shumë ekstreme të frikshme, edhe kjo është një lloj abuzimi. Një artist, i ka hije shumë mirë mjekra e tij. Por nëse ai artisti e keqpërdor mjekrën e tij, ose një mashkull i ka hije mjekrën me pas, por është sepse Zoti e ka bërë që mashkulli me pas mjekër, e jo femra. Mirë, por nëse ai mashkull e abuzon mjekrën e tij kundër natyrës vet, kjo është e keqja në shoqëri. Ndërka që misionet si feja, si krishtere, si islame, edhe këto bëjnë abuzime. Është shumë e vërtet, mirë po, këto i bëjnë për qëllimet e veta personale. Dhe na nuk mundemi, nuk pajtohem as me zotri Basriun që i globalizojnë gjërat. Na okej, kemi edhe hoxhallar të devijuar. Diçka në fillim, edhe mendoj që tamam një farë forme ja qiti pikën. Unë mendoj që personat që janë praktikues të denj, tamam praktikues të mirë të fesë, nuk e keqpërdoren ose nuk e përdoren ato për me bëj gjëra të tilla. Edhe vetë që pajtohen. Po, edhe unë pajtohem që nuk e abuzojnë, që janë të denjë, por kur normat edhe ballafaqohen me interesin, na detyrohemi, kemi vajza për shembull si Hati. Hati është një vajzë e mrekullueshme, e mirë, dhe e ka vizionin e saj. Mirë po, vetë përdorimi i shamis, dhe jo vetëm Hati, po dhe shumë vajza tjera, dhe ngjitja, lyerja e trupit, faktikisht unë i them me ngjyrë, sepse kur e nxjet atë fustanin për trupi, edhe kur e qet shamin, kjo është abuzimi, por jo i fesë, i atij personi që e përdor shamin, ose një hoxh i cili e keqpërdor mjekrën e tij, apo një LGBT i cili e keqpërdor natyrën e tij mashkullore. Këtu pra problemi, ndërka që mediat për fat të keq, në përgjithësi flas, e kanë përdor shumë bukur, djallëzishëm, teorinë paradoksale. Qofse diçka kjo është e keqe, unë e paraqes si të mirë dhe populli e njeh si të mirë. Dhe e kundërta. Kjo është shumë e mirë, unë e paraqes si të dëmshme dhe populli e merr ashtu. Prandaj kemi kujdes sepse po ushqejmë familje, është koha e lirisë, është koha e demokracisë, duhet mos na robërojnë interesat, pagat e mira, pagat e majme, për me punu për shpionazha ndaj Serbisë, si që u gjetën shumë persona që bëjnë shpionazha, si nga aspekti fesë, si nga aspekti gazetarisë që dul djali i Fatonit. Do thotë u zgjetën nga Serbia, po bën monolog, lena dhe mu e profes pak. Do thotë po, është gjetë